që Spaku duhet, qysh në fillim, të kishte kërkuar heqjen e imunitetit dhe arrestin. Mos ta kishte çuar në këtë situatë. Këtë e kam thënë dhe herë tjetër. Të thotë edhe zoti Dervisha. Dhe jam dakord. Pse? Po pse se kërkon Spaku? Pse? Kjo është çështja e çështjeve. Pse se kërkon Spaku? Prandaj u pyeta. Sepse tani ne po bëjmë lajm sikur Rama po shkel fjalën, s'po na fut në Evropë, kupton ti? Rama e la drejtësinë si kur ka bërë drejtësi dherë tani. Rama e ka përdorur Spakun si propagandë, për të shitur si kur bën drejtësi. Në fakt, lajmi që është sot është ky, në thelb, që Rama i vuri kufirin Spakut, ja tha dhe njëherë Spakut, i vuri kufirin, i tha, shiko, marrëveshje që kemi është që ju do vini deri këtu, se s'mund të shkoni më përtej. Kupton? Dhe në këta aspekt fillojnë lojrat e tia duke bërë këto gjasme ndryshime ligjore njërën tjetër. Thelbi është kontrolli i Spakut dhe Spaku, a ka kurajo Spaku që se ka thirrur një herë Ramën aty, të thresë Ramën dhe ta marsit pandeur, bashkë me Ballukun, se është e qartë krimi që është bërë. Spaku, me këtë dopsi, e çon topin ke kushtetusja. Kushtetusja me dopsinë e vetë e çon ke Spaku, e lën kështu dhe e kanë lënë. Kjo është loja e Ramës për të mbuluar krimet që bën. Kaq është e thjesht gjëja. Dhe në ana tjetër i duhet të shes akoma sikur po bën reformë dhe ka bërë reformë drejtësi. Këtu i erdhi fundi asaj maskës me një gjoja reformë drejtësi që ka bërë Rama. Kaq. Zoti Kulluri? E mbarova, je i qartë? Jo, jam shumë i qartë. Mirë, dakor. Po.